Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Hoqi dorë nga sheqeri për 1 muaj, 5 ndryshimet që befasuan 34 vjeçaren. Një vajzë 34 vjeçare ka hequr dorë nga konsumi i sheqerit për 1 muaj dhe pas se në trupin e saj ndryshuan disa gjëra. Tërheqja nga sheqeri mund të shkaktojë simptoma psikologjike dhe fizike, duke përfshirë luhatje të humorit, probleme me gjumin, zymtësi, marramendje, letargji, sëmundje dhe probleme me përqendrimin. Këto efekte zakonisht zvogëlohen pas një periudhe prej disa ditësh. Ja një vështrim në disa nga ndryshimet pozitive që vajzat ndjehu. 1. Përmirësim të lëkurës. Vetëm 3 ditë pas sfidës së saj, 34 vjeçaria vuri re se pamja e saj ndryshoi, ishte më i gjallë dhe me shkëlqim më shumë se kurrë në lëkurë. 2. Kishte më pak dëshira për ushqim të pashëndetshëm. 34 vjeçaria zbuloi se vetëm një javë në dietën e saj pa sheqer, ajo nuk dëshironte më për ushqime super të kripura, super të ëmbla apo super të përpunuara që konsumonte më parë. 3. Fokus më i mpret. 2 javë pas udhëtimit të saj, vajza vuri re se fokusi i saj ishte më i mpret dhe mjegulla e trurit ishte një kujtim i largët tashmë. 4. Më pak ndjeshmëri të dhëmbëve. Një përfitim i papritur që hasi radhi ishte ndjeshmëria më e vogël e dhëmbëve. Reduktimi i marrjes së sheqerit tashmë është i njohur jo vetëm për të ulur rrezikun e kavitetit, por edhe për të lehtësuar ndjeshmërinë e dhëmbëve. 5. Më shumë energji. Pas u angazhua për 1 muaj reduktim të sheqerit, 34 vjeçaria e radhi raportoi përmirësime të dukshme, duke thënë se ajo po zgjoi duke u ndjerë më energjike dhe nuk kishte më mëngjese të turbullta. Efektet negative të një diete të pasur me sheqer nuk kufizohen vetëm në rënien e energjisë, por mund të shtrihen në nivele të luhatshme të energjisë gjatë gjithë ditës, shpesh duke rezultuar në nervozizëm si edhe lodhje. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.